ky është lloji i profesionit ton, edhe nuk lodhëm. E thash Zoti që ky vit jetë vit edhe më i mbar për krejt shqiptar. Kështu që unë shfrytëzoj rastin gjithë teleshikuesve të TV Nishit dhe misionit ton që më uru gëzuar vitin e ri 2026. E thash Zoti që ky vit jetë vit edhe më i mbar për krejt shqiptar. Anë mbar botës, kudo që jetojnë shqiptarët pashin shëndet, gëzime edhe shumë dashni. Edhe për ndryshe, për ne hala s'ka përfundu viti i ri, sa hala jemi me mramje, dhe me datën 5 janar i kemi mramjet, mramje kemi pas një mramje shumë të mirë, e në gjakohë me 2 janar në restoranin Grandoita, që ka qenë një mramje fenomenale, kështu që edhe sonte jemi, nesë, mas nesë, hala s'kemi përfundu me vitin e ri. A jetu u lodha jo? A e bën me qatë shumë dashni, sa nuk e ndjen lodhje? Ka njëherë qaja është kujtes, dashnia për profesionin, se përveç që e kemi edhe profesion, e kemi edhe pasion muzikën, e bëjmë me shumë dashni, edhe me pas punë me njerëz në llojin tonë që i kemi, dhe më thonë, na mundohem mi arktu tjertë. Që tjertë mu knaq për festa dhe fund vitit, edhe na knaqëm bashkë me ta, po na është ta knaqësi ma madhe për ne është me qenë me familjet, me festu gjithë bashku, po fatkeqësisht se kemi atë fat me qenë gjithmonë me familje, gjithmonë jemi larg familjeve për festa, po ky është lloji i profesionit tonë, edhe nuk lodhëm. Okej, me kaq shumë dashni që po fol për muzikën, për punën e vet, Taulant po besoj e njëjta përgjigje është edhe te. E vërtet, absolut, ashtu. Unë tham një fjalë që e quaj lodhjet lezetshme. Bash. Në momentin që njerëz të kënaqen edhe na kalojmë gjithë mirë, atëherë lodhja është e lezetshme, por që e japim më të mirën pi vetes. Edhe kënaqemi bashkë me ta. Okej, po duhet ndal pak tek viti 2025. Me të mirat, me të këqijat, ndoshta pak tingëllon kështu klishe, hajt që shka qenë ose me përshkruaj me disa fjalë, po du me ditë kështu. Hajde ide po nisim me ty. Nëse veç unë them, momenti i parë që të vjen mend kur përmendet viti 2025 cili është? A është ndaj moment ajo? Mas ne më munduar tek momentet më të mira, më të vështira, se secili veti ka uljet edhe ngritjet, po du me ditë momenti i parë që të vjen mendje kur përmendet 2025-ta? Kujdes. Me të thonë, në moment veçan për momentin, nuk më kujtohet, po besëm që për çdo vjet që për vjen momente vish më të bukura për ka. Për ka në përgjithësi, edhe unë bashkë me grupin... Optimist e idi, Taulant, shumë. Patjetër që shumë optimist, unë uroj gjithmonë, mas parë uroj që ta kemi shëndetin, rrath parë. Kur ta kemi shëndetin e dim që edhe punës nuk i rrim mongu, mundohem i dhonë më të mirën, vjet për vjet, se sa më shumë provoj në profesion që bëjmë, aq më mirë për dalin para publikut, edhe para gjithë atyre që vinë në ndëgjojnë në përmramjet të ndryshme që ne organizojmë. Ka momente të bukura, edhe spedina jam mi veçu kështu ma specifik, nuk më kujtohet diçka, po momentet të bukura shumë. Ka pas, okej. Taulant, viti 2025 për ti. Për këta po, për këta ka momentet të bukura. 2025 që kam përcjell këtë jetë.